rezultati është i pafavorshëm te mase, atëherë struktura drejtuese, kryetari i saj duhet marrë përgjegjësi politike dhe t'jap dorëheqje që t'i hap që t'i hap zgjedhjeve të brendshme dhe dal ato struktura që antarësia e kësaj partie konsideron që do të jetë më i dobishëm për ta ringjallur lidhjen demokratike të Kosovës. Ajo me cilën duhet të qartësohet, do thotë është se pozicioni i kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, çësia e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, sepse nëse ka dikush që e ka penguar dhe krijimin e një koalicioni qeveritar ndërmjet subjekteve politike në mandatin e kaluar, me subjektet opozitare vetëm për t'i dhënë pak ngjyrë, ndjekim pak çfarë ka thënë Abdigjiku dje në mbrëmje dhe më pas vijojmë bisedën që shkon një të linjë me atë çfarë deklaroni ju. Ndjekim Lumir Abdigjiku. Dua të falenderoj dhe kundërshtarët tonë politik për garën, t'i uroj fituesit, sepse Kosova ka nevojë për demokraci funksionale edhe kur nuk jemi dakord për gjëra substanciale. LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guxim shumë. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të thrasë menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do t'i shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Ky rezultat ishte i papritur për lidhjen demokratike të Kosovës, sidomos për një periudhë të shkurtë, 10 mujore që nga mbajtja e zgjedhjeve. Të gjitha janë në diskutim për kuvendin e përgjithshëm, natyrisht do të tërheqja pa asnjë diskutim. Rezultati i LDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment të reflektimi i thellë, i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik. Thjesht i meluro het iedere karap wel schaut dus iedere zo bro met zo krappen sa ja maar is zara maar gegunst hem steeds op de zo niet los of in door bim hij dan zoires. Okej, kjo ishte zoti Kasoli deklarata e Abdigjikut. Po, në një farë mos e ky e pranon përgjegjësinë e tij personale, do të pajtohet që rezultati zgjedhor është i pafavorshëm për subjektin politik që ka drejtuar, mirë po ajo që është shqetësuese, në deklarimet aktuale si të Partisë Demokratike të Kosovës ashtu dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës që po insistojnë se rezultati ka qenë i papritur. Në fakt kjo unë personalisht e refuzoj kategorikisht sepse me pretendimin se Kurti nuk ka qeverisur mirë e të tjera, një gjë duhet bëhet qartë që në jetën politike dikush nuk rrëzohet prej pushtetit vetëm pse nuk qeveris mirë pa qenë dikush që ta angazhohet për ta rrëzuar atë nga pushteti. Në këtë drejtim subjektet opozitare me mënyrën pasive si janë sjellur politikisht duke shkuar pas agjendës politike të lëvizjes dhe vendosjes dhe të kryeministrit në detyrë Albin Kurti e kanë shtruar rrugën për këtë fitore spektakolare të lëvizjes vetvendosje. Pra, kjo çështje e tyre është në një farë mënyrë refuzim për t'i kuptuar arsyet se pse është refuzim për t'i kuptuar arsyet e mirëfillta sepse kanë ardhur në këtë drejgje të palakmueshme politike. Mos harrojmë faktin të gjitha hulumtimet sepse ne duhet i kushtojmë rëndësi edhe hulumtimeve që bëhen në opinionin publik dhe nga sa ato e formsojnë substratin psikosocial të një shoqërie. Të gjitha hulumtimet ndër vite që organizatat ndërkombëtare kanë kryer në Kosovë kanë konstatuar një paradoks me atë që ndodh në shoqërinë tonë. Shumica e qytetarëve të Kosovës nuk është që kanë qenë të kënaqur me jetën politike dhe ekonomike në vend, mirë po në anën tjetër kanë qenë të kënaqur me leadershipin politik të kryeministrit Kurti dhe të presidentës Osmani, nga se kështu bëhen matjet. Pra ky është një paradoks që tregon që këto subjekte politike kanë dështuar të ofrojnë edhe lider karizmatik, po e quaj kështu kushtimisht që do të ishin në gjendje të ballafaqoheshin e të konfrontoheshin me Albin Kurtin si kryeministër edhe si lider i lëvizjes vendosje. E gjithë karriera politike e Albin Kurtit është një karrierë ballafaqimeve të ashpra politike, prandaj nuk mund të pritet që Albin Kurti të rrëzohet me metoda e me vizion teknokratik, kur ai është njëri prej personaliteteve më të impenjuara në kuptimin politik të fjalës. Në anë tjetër kemi se folëm pak për Bedri Hamzën, po nëse mund të bëjmë një analizë më të gjatë për Bedri Hamzën dhe për Ramush Haradinaj. Se Abdigjikun e konsumuam gjithçka. Hamza, çfarë mund të bëjë në këto momente? Duke parë që padyshim ai ju e dini shumë ndjes, ju e dini shumë që okay, ai është kryetari de facto de jure.
i partisë, po de facto të gjithë e dim kush është linja që komandon brenda PDK-s. Si mund të shmanget kjo gjë, ose si mund të unifikohen të dy linja, që të kemi një PDK, jo një PDK zyrtare dhe një PDK underground? Po ndërsa tash unë mi referohem asaj që është publike, edhe pak më parë pati konferencë për shtyp dhe deklaroi që hapi i parë që do ta ndërmerr është që do t'i hap zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës, nga gjitha hallkat e këtij subjekti politik, duke filluar nga baza e deri në qendër. Praktikisht edhe Partia Demokratike e Kosovës është një situatë të palakmueshme, nga se ka mbetur edhe pengi asaj i pritjes dhe zhvillimeve se çka do të ndodhin me gjykatën speciale në Haag. Pra një farë mënyrë kjo është në një pozicion të paqartë në këtë drejtim, sepse në njërin anë presin mos po finalizohet e mos po përfundon sa më shpejt gjykimi në Haag dhe më pastaj do të krijonte një realitet të ri politik. Në këtë situatë Partia Demokratike e Kosovës është përkujdesur më të madhe vetëm si ta administroj gjendjen aktuale, mirë po me këtë çështje pasive, ajo ka ndikuar që edhe poseruaj atë që e kishte. Kjo është problemi kryesor i këtij subjekti politik. Bindja ime është që edhe ky subjekt politik duhet të aktivizohet më shumë dhe duhet të ndrojë çështjen, jo të shkojë të veprojë sipas logjikës së pritjes, sepse gabimi kryesor i dy subjekteve kryesore opozitare, i PDK-s dhe LDK-s, ka qenë që mbase duke pritur qytetarët e Kosovës do të lodhen nga kjo qeverisja e Albin Kurtit, por ka ndodhur e kundërta, dhe po ashtu për shkak të procesit të dialogut që ka Kosova me Serbinë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ky do të konfrontohet gjithnjë më tepër me bashkimin ndërkombëtar dhe kjo do t'i rikthehet në bumerang. Mirë po ka ndodhur e kundërta, përkundrazi polemizimet dhe tensionet e konfrontimet e Albin Kurtit edhe me bashkinë ndërkombëtare, si me Bashkimin Evropian, ashtu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë prodhuar një rezultat tjetër elektoral. Pra nuk janë shpërblyer në parim dy prej pretendimeve kryesore të opozitës, se qeverisja e gjatë e lodh atë, nuk është që e lodh popullin e Kosovës, po dëshmohet kundërta, dhe po ashtu mos harroj fatin, Albin Kurti ka fituar tash në gati 50% të votave, pak muaj pasi SHBA-t e ndërpren dialogun strategjik me Kosovën. Dhe këtu duhet ta kuptoj opozita që zgjedhjet për to nuk i fiton as pasiviteti dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të fitojnë zgjedhjet për opozitën nëse vetë nuk aktivizohen politikisht për ta konfrontuar me gjitha kapacitetet e pushtetit e Albin Kurtit. Nga ana tjetër, Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj i vetëm nuk është zgjedhje. Shpëtoj edhe pak, do thotë, sepse pragu elektoral në Kosovë është 5%, për pak ka shpëtuar, ka po ashtu humbi deri në 15-20.000 vota të sa i përket si subjekt politik në raport me zgjedhjet e shkurtit. Kur ishte me Limajn, pra aty ishte me Limajn. Po ishte bashkë me Limajn, do thotë kalkulimi i aleancës ishte që koalicioni me Limajn e ka dëmtuar, mirë po rezultati është zgjedhor edhe në këtë rast të shpojt kundërt, nga se ka deri në 20.000 vota, parafrasisht i ka më pak se sa në zgjedhjet e shkurtit, pra që po dëshmohet që koalicioni me Limajn nuk e pas ka dëmtuar aleancën për armërinë e Kosovës, por aleanca si subjekt politik pa koalicione parazgjedhore, nëse vazhdon me këtë trend, do thotë në zgjedhjet e ardhshme, besoj që do ta ketë të vështirë ta kalojë edhe pagën. Zoti Haradinaj është një figurë e rëndësishme politike e Kosovës, por koha e ka bërë vetën, një gjatësia në jetën politike dhe aleanca ka kuadër të përgatitur, pasi besoj që edhe zoti Haradinaj duhet ta shqyrtoj opsionin e dorëheqjes dhe ta lejoj zgjedhjet e brendshme në këtë subjekt politik dhe që ta nxjerrin kuadrin më të mirë të duhur për ta drejtuar edhe këtë, sepse edhe aleanca i nevojitet Kosovës është një subjekt me një kontribut të jashtëzakonshëm, do thotë pa kontributin e kanë pranuar dhe oponentët e tij pa politik, pa kontributin e posaçëm, pa kontributin e zotit Haradinaj, Kosova nuk do ta kishte ushtrinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë besuar vetëm Ramush Haradinajt që të fillojë procesi i ndryshimeve ligjore në mënyrë që Kosova ta fillojë procesin e transformimit të TMK-s si forcë civile në forcat armatosura. Kështu që padyshim vlera Haradinajt është, por shanset që Haradinaj të jetë pjesë e koalicionit jo. Jo, në rrethanat aktuale unë uroj që subjektet opozitare ta lexojnë mirë si duhet rezultatin zgjedhor, do thotë të mos jetojnë në iluzione, ta lexojnë si duhet dhe të përgatiten për betejë politike, sepse me gjuhë teknokratike
është e pamundër të sfidohet Albin Kurti, pavarësisht pretendimeve të tyre, programeve të tyre për rritje të pagave në sektorin publik e të tjera, nëse shohim parim për programet politike të opozitës, të gjitha kanë premtuar rritje më të lartë të pagave se sa ato që i ka premtuar lëvizja vetëvendosje, mirë po në politikë një rol të rëndësishëm luan edhe interpretimi, luan edhe narracioni, njerëzit kanë nevojë që të gjejnë satisfaksion edhe në narracion politik, dhe kështu që opozita ka dështuar pikërisht në këtë pikë që të ofrojë një narracion të besueshëm e atraktiv politik për qytetarët e Kosovës. Këtë drejtim Albin Kurti është treguar më i shkath, sepse ka folur edhe për risovranizim të vendit, do të ka përdorur një gjuhë të pastër politike kështu dhe jo vetëm gjuhë teknike e teknokratike. E kuptoj, nga ana tjetër, lista serbe, e cila padyshim do të jetë në parlament, por do të jetë në opozit. Me gjitha gjasa do të jetë në opozit. Nuk besoj se... Ndëgja tash lëvizja vetëvendosje i ka përdorur dy karta kryesore, si thash, elektorale në këtë fushatë zgjedhore. E para që për ta çliruar pushtetin qendror nga lista serbe dhe nga partitë e ish regjimit të vjetër. Pra, do të ajo ka hyrë në këtë betejë elektorale me këto dy parime kryesore, duke tentuar që të krijojë një ndërlidhje politike ndërmjet listës serbe dhe partive tjera politike, partive tjera parlamentare opozitore. Natyrisht që bindja ime politike dhe qëndrimi im është se nuk qëndron kjo përpjekje për të krijuar një ndërlidhje të tillë politike, mirë po ja që qytetarët e Kosovës janë pajtuar me këtë narracion dhe lëvizja vetëvendosje ja ka dalur që të shfaqet para opinionit si një subjekt që arriti që edhe një herë ta përjashtoi listën serbe si një faktor politik në proceset në pushtetin qendror të Kosovës dhe ndikimin e saj. Do të kasoj në fakt në fund do të mbyllë me një bravo të madhe për shoqërinë e Kosovës, për qytetarët e Kosovës dhe mbi gjitha për institucionet e Kosovës. Sepse absolutisht do doja ta mbylla unë, po pas po ja le ju fjalën për të bërë paralelin me Shqipërinë. Shqipëria ka 150 vite shtet dhe nuk kemi bërë një zgjedhje si ato që bënin në Kosovë. Madje ju keni bërë edhe 4 zgjedhje në një viti.